Ky shteti është I korruptuar deri në palç. Duhet shkullë nga rranjët. Nga rranjët. Kjo është një ndër rrugët e Fierit, pra jemi 1 minutë, 2 minuta nga qendra e Fierit, dhe këtu mund ketë, nuk e di, me 10 vite që zvihet dorë dhe lihet në një mjarim të tillë, që vetëm bombardimet e luftës mund të shkaktonin një gjendje të tillë të rrugës. Pra është katastrofë, është një rrugë që vetëm rrugës mund quhet. Pastaj mos të flasim për ndotjen, për atë që krijon mos funksionimi I institucioneve dhe I shërbimit, nxisjen dhe mos kurimin dhe mos mbajtjen pastër të ambientit. Këtu jam me një banor të zonës. Përshëndetje. Përshëndetje. Doja dy pyesja, duke parë të gjendje skandaloze të kësaj rruge. Sa vite ka këtu që zvihet dorë dhe 30 vjet. 30 vjet. Mos them më shumë. Që këtu institucionet Kjo po të kalosh këte matan, në këtë rrugët e tjera. Më keq. më keq. Më keq. Nuk ke nuk ke Mo nuk paguani taksat juve, mo nuk paguani shtetin që ju lën pasdore. Të gjitha I pagojmë. I paguani. Po, atëre? Si ju gënjejmë për asë, si Nuk pranoni? se di, kush ka ardhur këtu që të them unë që ka ardhur njëri për shkakun që të them që ka ardhur filani. E kuptoj. Kaq. Më shumë se kaq nuk kam se çfarë them. Plerat atje, plerat ashtu, nuk e di. Plerat s'kam çfarë them. Ju këtu kaloni për ditë, shkoni në shtëpi, qytet, fëmijë, shkollë. Po, gjitha. Kur them gjitha, nuk kam mundësi. Nuk e di se çfarë them. Nuk e di. Se çfarë bëhet, nuk di çfarë them. Më shumë se kaq, s'kam çfarë them. Pra, banorët me të drejtë janë të dëshpëruar dhe bashkia duhet I dëgjojë zërin e tyre dhe nuk mund t'i lëri njerëzit në ditë pikës dhe në kushte të tilla skandaloze. Pra, duke kaluar 3 ditë nga festa e pavarësisë, Po, Shqipëria e pavarur I lë shqiptarët në të tilla kushte. më keq. Ky shteti është I korruptuar deri në palç. Duhet shkullë nga rranjët. Nga rranjët dhe kaq.